Një shqiptar është ekzekutuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në një restoran në Com Township. Viktima është identifikuar si Francesc Shkëmbi, 44 vjeç, menaxher i lokalit dhe bashkëpronar, i cili u gjeti plagosur rënd në verandën e restorantit pasi kishte dalë jashtë teksa bënte një telefonat. Ai është dërguar me urgjencë në spital, por mjekët konstatuan vdekjen e tij. Policia nisi menjëherë hetime dhe aktivizoi njësitë speciale, ndërsa autori i dyshuar, një 65 vjeçar Farmington Hills, u dorëzua vetë në polici dhe u arrestua pa rezistencë. Hetuesit sekuestrua një armë 9 mm të vjedhur më herët, e cila dyshohet se është përdorur për vrasjen e shqiptarit. Sipas autoriteteve amerikane, viktima dhe autori e njihnin njëri tjetrin dhe mes tyre kishte një konflikt që u përshkallëzua deri në vrasjen e Francesc Shkëmbit. Stafi dhe pronari i restorantit u shfaqën të tronditur nga ngjarja, duke përshkruar Shkëmbin si një njerëz zemërmirë dhe të përkushtuar. Ata thanë se ai kishte ndihmuar të ringriheshin në momente më të vështira dhe se ishte pjesëtar i rëndësishëm i tyre. Ende nuk dihen natyra e saktë e konfliktit mes tyre, pasi autorët nuk kanë dhënë detaje të mëtejshme. Ndërkohë, vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarje dhe zbardhjen e shkakut të vrasjes së 44 vjeçarit shqiptar.